Bashkimi Demokratik për Integrim ka mbajtur kuvendin zgjedhor të Degës në Vrapçisht, ku janë konstituar organet dhe strukturat e reja udhëheqëse. Kryetari i zgjedhur i kësaj dege, Evzal Arslani, u shpreh se ky kuvend dëshmon organizimin e lartë dhe forcimin e strukturave të partisë. Ai bëri thirrje për unitet përballë sfidave të radhës. Bashkimi Demokratik për Integrim Dega Vrapçisht ka qenë gjithmonë një shtillë e rëndësishme e angazhimit politik dhe qytetar, fal punës dhe përkushtimit të shumë veprimtarëve ndër vite. Kemi obligim të ndërtojmë të kaluarën, të respektojmë kontributin e themeluesve dhe veteranëve, por edhe të ndërtojmë të ardhmen me përgjegjësi dhe vizion. Nuk duhet të harrojmë kur ronjët tona dhe sakrificën mbi të cilën është ndërtuar rrugtimi ynë. Sot më shumë se kur, kemi nevojë për unitet, për organizim dhe për besim tek njëri tjetri, sepse vetëm të bashkuar mund të përgjigjemi sfidave që kemi përpara dhe të vazhdojmë të jemi zëri i qytetarëve tanë. Le të jetë ky kuvend një mesazh bashkimi, uniteti dhe vazhdimësie, që së bashku ta forcojmë edhe më shumë Bashkimin Demokratik për Integrim Dega Vrapçisht dhe ta çojmë përpara misionin tonë. Gjatë këtij kuvendi, nënkryetaria e BDI-s, Arta Bilali Zendeli, ka thumbuar 2 kryetarët e koalicionit Vlen, duke i bërë ata përgjegjës për, siç tha, prishjen e rrugës së shtruar më herët. Edhe në institucionet shtetërore, çdo ditë kemi për 2 vite radhazi, jo vetëm kohëve të fundit, konkurse me 0 shqiptar, me 1 shqiptar, me 2 shqiptar, konkurse që as që e marrin vesh këta me 2 gjysmëkryetaret se po hapen dhe mbushen me pjesëtar të Maqedonasve dhe të tjerëve, nuk na pengojnë ata, po ne duam që edhe kuadrot tona të kenë mundësi të punësohen dhe të avansohen në institucione shtetërore. E dyta, me të cilën mendoj se kanë bërë dëm shumë të madh dhe kanë arritur ta demaskojnë veten, është me zgjidhjet ligjore të cilat po i ofrojnë në kuvend. Ligji i fundit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, vetëm ligj për përfaqësim adekuat nuk është, po ligj për përfaqësim të drejtë, sepse përfaqësimi i drejtë ka për qëllim meritat, profesionalizmin, kompetencat e tjerë. Përfaqësimi adekuat ka për qëllim të pasqyrojë numrin, etnin, sa kemi dalë me regjistrimin e fundit. Rruga e cila ka filluar në 2002 zyrtarisht, po shumë më herët në performa të tjera, nuk guxon të lihet në dorë të vazalve. Prandaj unë prej këtu do t'ju dërgoj vetëm një porosi të them, apo vetëm një apel. Vazhdoni të qëndroni të bashkuar kështu, për shkak se çdo të keqes i vjen fundi. Ndërkaq, kryetari i BDI-s, Ali Ahmeti, uroi strukturat e reja dhe porositi se fuqia e BDI-s buron nga besimi i qytetarëve. Ai u ndal gjatë te rëndësia e ruajtjes së marrëveshjes së Ohrit dhe stabilitetit ndëretnik. Ne duam pa stabilitet marrëdhënie të mira ndëretnike. Pa e rënë në qaf njëri tjetrit, ky shtet sa është i Maqedonëve, është edhe i shqiptarëve dhe nuk ka asnjë tolerancë. Marrëveshja e Ohrit e ruajti Maqedonisë si shtet. Krejt do ja kishën hëngër, copa, bugarët, serbët, grekët, kapak. Imi një shqiptarët që e ruajnë si tërsi dhe me ne mund të jem patriot të mirë ata. Po jo duke u ngucë me u bë grindaveca, prekin marrëveshjen e Ohrit, prekin të arriturat historike të shqiptarëve. A këtyre tanëve të marrë u qoftë, që s'ngrisin zë dhe uroj që kjo marrë shqiptarëve të mos u përsëritet. Nuk dua unë të merrem as me të shara, por ky turp që u ka ndodhur shqiptarëve të mos u ndodh kurrë dhe të mos na përsëritet dhe të na bëhet moto. Mesazhi i fajkonisës, ruaj Zot Shqipërinë për shqiptarëve se pe të hujve të ruajmë vetë. Realisht ne na u përsërit kjo punë. Se pa i dhënë nizën kryetari i komunës Bilalli, kushtetutës, të ndryshojë emërtimet, nuk do bëheshte. Sigurisht ai zotnia ka hesht. Edhe këto gjëra do vërtetohen. Mirë po, ne na takon si komunitet t'i dalim Zot edhe pa drejtsive që na bëhen, po edhe të vendosim
që legitimiteti i shqiptarëve të respektohet, se pa respektim të legitimitetit të shqiptarëve nuk do shkojmë punët mirë në këtë vend. Në mbyllje të punimeve, Kreu i Integristëve uroi sukses të gjithë zgjedhurve në angazhimet e tyre të ardhshme politike dhe organizative në terren.